Parku i Lirisë në qytetin e Gjakovës është një hapësirë e cila është pronë e Bashkisë Islame të Kosovës. E në kohën e fundit, qytetarët kanë ngritur shqetësime rreth dyshimeve se në këtë park do të ketë ndërtime të larta. Këtë dyshim e holli poshtë Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakov, të cilët i thanë TV-syrit që në këtë park nuk do të ketë ndërtime të larta. Hapësira e njohur si Parku i Lirisë është pronë e Bashkisë Islame të Kosovës dhe si titulari së drejtës së pronësisë gëzon të drejtën e posedimit, administrimit dhe disponimit me këtë pronë në përputhje me ligjin. Sqarojmë se deri më tani, ndryshimi vetëm i realizuar lidhur me këtë parcel është ndërrimi i Qiramarsit në kuadër të ushtrimit të drejtave që rrjedhin nga pronësia. Çdo veprim ndërmerret në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe procedurat përkatëse institucionale. Një ide për këtë hapësirë e tregoi një banor i lagjës pranë parkut. Më mirë është me mjetë si park, që ndarë mi të zvorëm nuk bëhat. Se këtu njerëz kanë vetë tu, që kënë dy përmendore, që aty që tema, janë dy përmendore, që shheken tash ato vërreze, më bëhë këtu qendër, më bëhë. Është nashta baba jam me baba i dikuj tjetër. Ma mirë më bëj park i bukur me pas njerëz ku më dalë, ku më nejt. Se Gjakova nuk më që kaq. Gjakova duhet mi pas 5 park që 6. Për veprimet e mëtejshme në këtë park, Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakov tregoi se do të njoftojë me kohë opinionin publik dhe se të gjitha veprimet do të jenë në përputhje me ligjin.